Fejesën e prishi, me që prindrit e fejuan pa dëshkirën e saj. Veprimi i kushtoi një vajze në Llap, me që prindrit për këtë arsye e dëbuan krejt nga shtëpia. Rasti i tmerrshëm konfirmohet edhe në raportin e policisë. Podujev, data 30 shtator 2025, ora 17:17, më 01/10/2025, janë arrestuar 2 të dyshuar, një mashkull dhe një femër kosovare, pasi që dyshohet se kanë ushtruar dhunë psiqike dhe kanë dëbuar nga shtëpia viktimen femër kosovare. Lidhur me rastin, palët e përfshira në rast janë intervistuar dhe me vendim të prokurorit të dyshuarit janë liruar në procedurë të rregullt, ndërsa viktima me vullnetin e saj është dërguar në strehimore. Rasti është inicuar si dhunë në familje. Ky nuk është rasti i parë që përballet me dhunë psikike dhe dëbim nga shtëpia nga ana e prindërve të saj. Shënjestër.net